Besimtarët musliman kremtuan sot Fitër Bajramin, një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, që vjen pas 30 ditësh agjërimi gjatë muajit të Ramazanit. Në Korçë, ceremonia u zhvillua në xhamin Ilyas Bej Mirahori dhe u drejtua nga Myftiu Ledian Cikaleshi. Në këtë ditë të shenjtë, besimtarët shkëmbyen urime dhe theksuan rëndësinë e solidaritetit, bashkimit dhe kryerjes së veprave të mira. Urojmë të gjithë besimtarët musliman të qarkut të Korçës dhe të gjithë muslimanët shqiptar dhe të gjithë besimtarët që kanë agjëruar këtë Ramazan në mbar botën, gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin. Në këtë festë e cila njëkohësisht është përmbledhja e sakrificës 30 ditore të agjërimit të muajit Ramazanit. Edhe një herë gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin. Në këtë ditë të veçantë, njerëzit shkëmbejnë urime me njëri tjetrin dhe theksojnë rëndësinë e solidaritetit, bashkimit dhe ndihmës ndaj të tjerëve, përmes veprave të mira. Festa më e bukur për ne muslimanët. E të vetë qefë kur shikon kështu gjatë tërë këta të rinj kaq të mrekullueshëm, sa shumë është dyfishuar numri i besimtarëve. Dhe kjo na shton atë, si thua, kënaqësinë tonë për ditë mrekullueshme. Ju keni agjëruar në familjen tuaj? Po, kemi agjëruar, po thoj si familje agjërojmë. E kemi pasur traditë në familjen tonë. Gëzuar Bajramin gjithë shqiptarëve, çdo muslimanëve. Ju keni agjëruar? Po. Çfarë do të thotë kjo për ju? Çfarë simbolizon kjo sakrificë që bëni? Nuk është vetëm të rish pa bukë pa ujë, por është të rish larg vesteve të keqeja, mendimeve të keqeja. Kam agjëruar dhe kjo ditë për ne simbolizon një festë shumë të bukur, ku ne me zorë e presim me padurim, dhe ju uroj gjithë besimtarëve gëzuar Fitër Bajramin dhe Allahu na i pranoft të lutjet. Pas një muaj agjërimi, thot besimtarët musliman festojnë festën e Fitër Bajramit. Dua këtë ditë shënuar t'ju uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar për shumë vjet festën e Fitër Bajramit. Në veçanti të uroj të gjithë ata besimtarë muslimanë që agjëruan, Zoti ja shpërbleftë, dhe pastaj të gjithë në përgjithësi ju uroj gëzuar, paqe, lumturi në familjet e tyre. Muaji i Ramazanit, përveç përkushtimit shpirtëror dhe kërkimit të faljes hyjnore, përcjell dhe një mesazh të fortë për unitetin dhe harmoninë mes njerëzve.